Shqip. Unë jam Unisa, unë mësoj Shqip. Unë jam Luana, unë mësoj Shqip. Unë jam Luna, unë mësoj Shqip. Unë jam Umere, unë mësoj Shqip. Të nderuar bashkëdhetarë, një nga obligimet tuaja si prindër shqiptar është që fëmijët tuaj të mësoni gjuhën shqipe. Sigurisht që në shtëpi ju flisni me fëmijën tuaj në gjuhën shqipe, por kjo në asnjë rast nuk mund ta zakontsoj shkollën, respektivisht mësimin në shkollë në gjuhën shqipe. Sepse në shkollë fëmija juaj do të mësojë të shkruaj, të lexojë, të këndojë, të vallëzojë, të recitoj dhe mbi të gjitha të shoqërohet me fëmijë shqiptar. Nga përvoja ime shumë vjeçare i kuptoj shumë shqetësimet tuaja, duke filluar nga marrëdhënia e punës, banimi, financat dhe ngarkesat tjera që do t'i përballojmë nga dinamika e jetës. Mirë po, të gjitha këto nuk janë arsye që fëmija juaj të mos vijojë mësimin në gjuhën shqipe. Andaj, ju ftoj që të komunikoni dhe të bashkëpunoni me mësuesit shqiptar dhe së bashku të punojmë për të ruajtur gjuhën dhe kulturën shqiptare e fëmijëve tanë. Mos u mohoni fëmijëve tuaj këtë drejtë elementare. Sidomos këtu në Austri, kur na mëson shteti austriak. Fëmijët janë të vegjël që ta kuptojnë rëndësinë që ka gjuha shqipe për ta, por nesër mund të na gjykojnë. Sepse nesër të gjithë së bashku jemi përgjegjës për ardhmërinë e tyre. Ju faleminderit për mirëkuptim. Ne mësojmë Shqip! Po pra, të nderuar bashkëdhetarë, ne mësojmë Shqip. Ju mirëpresim të gjithëve juve që dëshironi të na bashkangjiteni në shtator. Deri atëherë, ne ju dëshirojmë pushime të këndshme verore kudo që të jeni, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe të ktheheni shëndosh e mirë në përsëri këtu në Austri. Ju faleminderit. Miru pafshim!